Parashikimi i motit, dita nis me diell me temperatura të larta, por gjatë pasdites priten rreshje shiu. Zonat bregdetare, Vlora, Durrësi, Saranda, Shëngjini. Moti parashikohet me kthjellime dhe vap gjatë mëngjesit dhe mesditës. Temperatura do të arrijë deri 33 gradë Celsius në disa qytete bregdetare. Era do të jetë mesatare nga drejtimi jugor me ndonjë rritje të përkohshme pasdite. Zonat e ulta dhe qytetet e mëdha, Tirana, Elbasani, Fieri, Lushnja. Pjesa më e madhe e ditës do të jetë me diell dhe temperatura që shkojnë nga 31 gradë Celsius deri në 35 gradë Celsius, por orët e pasdites mund të sjellin zhvillime të vogla vranësirash, kryesisht në periferi. Zonat malore si Kuksi, Puka, Peshkopia dhe Tropoja paradite do të jenë me mot të qëndrueshëm, por nga ora 14 në vijim pritet të kenë rreshje të izoluara shiu të shoqëruara me vranësira të dendura dhe ndonjë ngarkesë elektrike. Temperaturat maksimale do të variojnë nga 25 gradë Celsius deri në 28 gradë Celsius. Erëra dhe valëzimi. Erëra do të frynë me shpejtësi 20-30 km/h në zonat bregdetare, ndërsa deti pritet të jetë i qetë në mëngjes dhe mesatar pasdite. Valëzimi në detin Jon dhe Adriatik do të jetë i forcës 1 deri 2 ball.